Plani social i Bashkisë Dropullit për periudhën kohore 2025-2028 u publikua vitin e kaluar dhe përfshinte midis të tjera si ndërtimin e një shtëpie të moshuaris. Madje, në buxhetin e Bashkisë për vitin 2026 përfshihet edhe rikonstruksioni i Godinës, ku do ndërtohet shtëpia të moshuarve në fshatin historik të Dhuvjanit në Tropullin e Poshtë. Godina që kemi pas është ndërtuar në vitet 80 nga ish kooperativa bujqësore dhe ka shërbyer për disa dekada si vatër kulture dhe 2 dyqane që u shërbenin banorëve të fshatit Dhuvjan. Tashmë është përfshirë në projektin e Bashkisë së Dropullit, projekti social 2025-2028 për të ndërtuar një shtëpi të moshuaris. Në buxhetin e vitit 2026 është përfshirë fondi për rikonstruksionin e kësaj godine. Banorët e Dhuvjanit e pritën me gëzim lajmin e ndërtimit të këtij institucioni social. Është një iniciativë shumë e mirë që do jetë edhe për fshatin e mirë edhe për gjithë Dropullin. Se do mblidhen plek që janë s'kan njeri. Mendoni se do ketë interes nga të moshuarit e Dhuvjanit po dhe të Dropullit? Patjetër. Do ketë patjetër. Se janë njerëz që janë vetëm edhe s'kan njeri, duan ndihmë, duan infermier, duan të vitë doktorit. Do jetë një gjë shumë e mirë. Dërsa të moshuarit në fshatat malor të Dropullit sipër, megjithëse janë pak skeptik për këtë çështje, e konsiderojnë një nisëm të bashkisë në drejtimin e duhur. Një shtëpi pleksh nga një anë është mirë, sepse atje do gjejnë qetësinë, do kenë gati jellën, do kenë gati ndihmën mjekësore. Për mua le të ngrihet një shtëpi në Dropull, se si do funksionoj, ata nuk e parashikojmë dot. Përbërja moshore e popullsisë me banim të përhershëm sipas regjistrimit të fundit të popullsisë, emigracioni i lartë, si dhe disa kritere dhe indicie të tjera në sektorin social, ishin faktorët që nxitën drejtuesit vendor për të ndërmarrë këtë nisëm të rëndësishme. Megjithatë, funksionimi i plotë i shtëpisë të moshuarve në Dropull, me kapacitet fillestar për 15 personash, kërkon financim, si nga qeveria shqiptare, ashtu dhe nga projekte sociale të Bashkimit Evropian.